Në fund të vitit 2015 apo vitit që lan pas, rock grupi Troja lancuan albumin e tyre One, të cilin mund ta dëgjoni përmes YouTube e gjithashtu në iTunes. Nga ky album ata publikuan me videoklip edhe 2 këngë. Por si do të jenë muajt në vijim për rock grupin Troja, e kuptojmë më së miri bashkë nga storia e Artan Telakut. Pavarësisht faktit që në tregun ton muzika rock nuk është ndër më të dëgjuarat, grupi Troja ka arritur që ta mbajë publikun për vite me radhë. Ka mbi një vit që është lançuar klipi këngës Demokraci, por që para saj, trojanët kanë filluar punë për albumin i cili u lançua në fund të 2015-s. Një 4 vite diçka, gati 5 vite kemi punu në album. Masi që kemi incizu një herë krejt, kemi hi edhe një herë prej fillimit studio, kemi incizu për shkak që tingullit timpanave, tupanave. Me qenë se ka qenë ekzekutume ajo live, po tingulli i tupanave elektrik dallon shumë prej tingullit tupanave akustik. Me qenë se albumi regjistruhet një herë një jetë, e pam të arsyshme me hi me incizu edhe një herë krejt prej fillimit. Edhe unë besoj që ja ka vlejtë. One pati një mënyrë shumë të veçantë promovimit në galerinë kombëtare. Fryma e promocionit ishte në të njëjtën atmosferë që përmban ky album. Grupi Troja me këngët e tyre shprehin haptat, mlefin. Në thonë drejtë ndashtë me bo një lloj promovimit që se kemi pa ma herët, edhe me pak ma unike ajo. Tani, ajo promovimi është në frymën e këngëve që jo të albumit, po të përgjithësi grupi Troja. Domethënë, aktori atë e bën një parodi një sistemi politik që fatkeqësisht na e jetojmë. Nështë aty është e egzageruar, jo, po pak a shumë na jetojmë në një shtet që është i kapur për një strukturë të njerëzve edhe ai aktori paraqet çata. Nga ky album vetë janë publikuar 2 klipe, Mbretnesha Ko dhe Demokraci, e që do të pasohen me spotin e këngës I'm On Man, por që nuk do të jenë të vetmet. Këti albumi mas këngës Demokraci ka mu filmu I'm On Man këngë. Kjo për shkak se kemi pa dhe kërë kemi lëshu albumin, interesimi njerëzve ka qenë ma i madh në ashtë të nga këngë, kemi pa në numrit klikimeve, po edhe kështu si amplitud e këngëve, Mbretnesha Ko e ka një forcë të vetëm, Demokracia ka një forcë tjetër, kjo ka një forcë tjetër, si intensitet, si impuls, si frekuencë e muzikës. Edhe besoj që na duhet një ofru publikës jo veç një frekuencë, një jep ma shumë zgjedhje, se na nuk bojmë veç metal ose veç rock tron, bojmë edhe muzikë edhe ma të lehtë. Po mesazhi edhe fryma është e njëjtë. Pas publikimit të albumit, Troja do të vazhdojë me koncerte gjatë 2016-s, e jo vetëm në Kosovë. One do të dëgjohet në Kosovë, Preshevë, Maqedoni dhe Shqipëri. Besoj që shpejti kemi me fillu me ato. Na kemi edhe një kontratë me një donator që 4 koncertet e para do të mi majtë, por nuk është e parme që në Kosovë mi majtë. E di, jo e di, po garant njëna pi koncerteve është në Tiranë, në Shqipëri, një është në Maqedoni dhe është një në Preshevë. Diçka që s'kemi bo ma herë. Po kemi edhe plot qytete barë që i kemi edhe për albumit kalum që na kanë thirrë shumë herë, po që mbo rrethonat me performu. Albumi i fundit i grupit Troja është publikuar në YouTube dhe mund të dëgjohet falas. E përpos në këtë rrjet social, One është edhe në iTunes.